Neze, tani ky është një mesazh, nuk është video promocionale, nuk është marketing, harrojeni. Unë kam aksidentuar syrin kur kam qenë 12 vjeç. Edhe prindrit e mi e dinë, e familja ime e dinë se çka kam heqë, çka kena heqë rrugëve të botës, me letra, pa letra, me mundësi ekonomike, pa mundësi ekonomike, për me bërë operacion të syrit. Tash pas kaq ditësh, ndjehem jo mrekullueshëm, por super mrekullueshëm, që vi te doktor Kastriot Borici te klinika europiane e syve, European Clinic, në mes komunës Parisit në Tiranë, nuk ke nevojë me një kas kërkun jashtë shtetit, sepse edhe kush shkon në Itali thonë ç'a do këtu? Ti e ke Kastriot, më thonë, ke Kastriot Borici në Tiranë, ç'a do këtu? Ju lutem keni parasysh, nuk është mesazh promocional, është e vërteta ime, është domethënë nga shpirti im, ju a thënë, është një nga ditët më të bukura të jetës time, që u futa në salë të operacionit me doktorin, doktor nuk e di çfarë. Nuk e di çfarë, faleminderit shumë për gjitha. Faleminderit. Unë mendoj këtë, do të them vetëm një gjë shkurtër. Për ata që ju njohin vetëm nga ekrani, duhet të kenë shansi të njohin nga afër. Nga ekrani jeni mirë, nga afër jeni 3 fishmime. Faleminderit. Se ne që ju kemi njohur stafi e ditë. Shumë faleminderit. Faleminderit.